atë kapital që e kena marrë prej perëndimit me bartë këtu në Kosovë, tash momentalisht janë 200 ton misër, kemi 96 hektar tokë punume. 2-3 javë Zvicër, 2-3 javë këtu në Kosovë. Unë në Zvicër qëndroj prafërsisht 40 vite, qëllimi i shkurjes o konë për një ekonomi më të mirë, kem punu, jemi duke mundur me bo një investim, që një ditë kthehemi në Kosovën e lirë, ta gëzojmë këtë vend, edhe kontribuojmë edhe t'jetojmë në vendin tonë ku jemi lindë dhe i nërë. Vitet e para luftës kanë qenë këtë tjetër, pas lirimit fillun lindën idetë, edhe vendosëm për me bon investimin, dhe me thonë atë kapital që e kena marrë prej perëndimit me bartë këtu në Kosovë, edhe me punu diçka shko ma pozitive. Këtu do të hapë një restorant, edhe një pumpë benzinit, një autolarje, këtu do t'jetë një sekret, nuk do t'a potencoj se shka do t'jetë. Na i posedoj një 96 hektar tokë, edhe i punojmë, edhe kena qëllimin me mu marrë me këtë aktivitet. Pushimet janë të one pak të minimume, ka pushimet nuk premton shumë kohë, se mirë edhe me biznes në Zvicër, po edhe këtu të ashtu në Kosovë. Tash momentalisht janë 200 ton misër kanë qenë, po gradualisht janë në shitje, edhe në përfundim është ai proces. Edhe kemi orë për plenimin e grurit, është koha, sezona, tash na merr një javë, 2 javë det kohë, dhe ta kryjmë edhe këtë opcion, edhe punët e përditshme. Maksimumi që muj me rritë me nejtë në kohën e fundit në Zvicër janë 3, eventualisht 4 javë, edhe këtu 2-3 javë vejmë ndihmoj punëtorëve dhe bojmë menaxhimin edhe mbarë si çfarë punë e bojmë. Do thotë 2-3 javë Zvicër, 2-3 javë këtu në Kosovë. Kemi 96 hektar tokë punume. Vllavin e kam këtu që e menaxhon pjesërisht biznesin, normalisht që vedhoni i ndihmoj gjatë kohës që muj me morë të lirë në Zvicër, po do të thotë punojmë në Zvicër, vim edhe këtu punojmë. Teshat e trupit, teshat e punës, nuk largohen për trupit. Jam vitet e 60-ta, kam mundësi se me dalë para penzinës, dikon edhe një 11 muj mungojnë, edhe me kalimin e pension, dhe pjesën e jetës dhe të qëndroj në Kosovë, dhe të punoj këtu. Është të vërtet se kanë mu bashkangjit familja, po jo të gjithë. Dhe të djali vogël edhe djali madhë muj me arë, i vogël është e sigur, a 2 tjerët jo. 2 tjerët i kanë bizniset e veta në Zvicër, nuk e shuhin për momentalisht armërim. Po, pretendoj që këtu do të jenë minimumi 20 punëtor, maksimumi 30. Do të mendoj se të ta zgjerojmë biznisin, pas këtë në objekte do të jenë edhe 3 bazenta, që do të nëna vitet do të përfundojnë. Kam edhe një ide tjetër pak më poshtë atje, pra mas i mirëna me bujqësi edhe të angazhojmë për një mulli, se ky vend ka mungesë. Këtu qëndrojmë në mesin, mund të quajmë lirë se është një 3 meq, Ferizaj, Vitinja, 7 km Vitinja, 8-9 km Kaçaniku edhe 8-9 km Ferizaj. Do thotë jemi në një vend mes 3 komuna. Po, mesazhi është shumë e rëndësi, e kisha dhënë shumë e qef se tash perëndimi nuk është si vitet e përparshme, lavërdia ekonomike është shumë e datë. Do thotë mundësitë janë më të mëdha në Kosovë, edhe me investu, edhe me punu, edhe me kontribu. Bile atë rrugë si kisha preferu me më.